Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me 2 përbërës që ju heqë 10 vjet nga fytyra, ja si ta përgatisni. Sekreti i lëkurës së shëndetshme është i fshehur në zakonet e përditshme. Nëse mësoni të kujdeseni si duhet për lëkurën tuaj dhe me masazhet e fytyrës së bashku me përdorimin e sodës së bukës, ju mund të parandaloni rrudhat dhe njëkohësisht pikat e lëkurës. Shpesh ndodh që në fakt për shkak të stresit dhe të shprehive të gabuara, siç është ekspozimi i drejtpërdrejt ndaj dritës së diellit, veprimi agresiv i agjentëve të jashtëm, ushqimi i pasaktë dhe mungesa e higjienës adekuate, lëkura fillon një proces plagjeje të hershme qelizore. A doni të keni një lëkurë rrezëllitëse çdo ditë? Shkruani të gjithë përbërësit e nevojshëm që ne do t'ju tregojmë në këtë video dhe mbani shënim të gjithë procedurën se si ju ta përgatisni një krem të shkëlqyer të bazuar në sodën e bukës. Është efektive në eliminimin e butë dhe të sigurt të papërsosmërive dhe njëkohësisht ju ndihmon të parandaloni dëmtimin e pariparueshëm të plakjes dhe të moshës. Arsyeja kryesore pse kjo funksionon është sepse shtresa e jashtme e lëkurës përbëhet nga një përqindje e mirë e ujit dhe kur kjo e fundit është më e vogël se sa sasia optimale, shtresa sipërfaqësore e humbet plasticitetin dhe elasticitetin e saj dhe për këtë arsye, mekanizmi që rezulton ndryshon përbërësin e domosdoshëm të lipideve dhe prodhimin e glicerolit, duke e bërë epidermën më të ndjeshme dhe më të ekspozuar ndaj rreziqeve. Për të parandaluar probleme të lëkurës, të tilla si poret, rrudhat e të tjerë, duhet të kujdeseni për lëkurën në mënyrë krejtësisht të natyrshme. Metoda e pagabueshme është përdorimi i shpeshtë i sodës së bukës. Përzierë me produkte të tjera me origjinë natyrore krijon një përzierje perfekte të mirëqenies dhe të vitalitetit për lëkurën e fytyrës. Ky trajtim i bazuar në sodë buke për lëkurat delikate krijon një krem me bazë bikarbonati me shtimin e vajit vegetal të tilla si vaji i kokosit ose vaji i ëmbël i bajames, me veti qetësuese dhe hidratuese. Në një tas ju duhet të përzieni një lugë gjelle vaj me një lugë gjelle sodë buke derisa të merret një pastë trash. Aplikojeni përzierje në fytyrë dhe lëreni të punojë për gjysmë ore. Më pas kaloni një pambuk të thatë për të hequr yndyrat e tepërta dhe më pas shpëlajini atë tërësisht me ujë të ngrohtë. Ndërkohë, qumshti dhe soda e bukës është një recetë fantastike kundër rrudhave. Qumshti është një përbërës i natyrshëm me veti të shquara antioksiduese të përdorura në fushën e bukurisë si një ilaç mrekulli bërës i pasur me vitamina dhe njëkohësisht me minerale, i kombinuar me sodën e bukës, krijon një krem të butë me një fuqi të dyfisht ndërsa rrit prodhimin e kolagjenit, lufton rrudhat dhe shprehjet e fytyrës. Aplikoni këtë krem në fytyrën tuaj dhe më pas lëreni të veprojë për plot 30 minuta. Ju mund ta përdorni këtë recetë duke përzier një të bardhë veze me një lugë gjelle sodë buke në vend të qumshtit, nëse doni një përzierje më homogjene. Aplikojeni më pas këtë përzierje në fytyrën tuaj duke masazhuar më shumë rrudhat me lëvizje rrethore. Lëreni për të paktën gjysmë ore dhe më pas lajini me ujë të ftohtë. Me kalimin e viteve, rrudhat të cilat shfaqen në fytyrë janë një problem i vërtet për shumë njerëz, por për luftimin dhe njëkohësisht për parandalimin e tyre, ju vjen në ndihmë kjo maskë natyrale e cila përgatitet shumë lehtë pasi ka nevojë vetëm për mjalt, vezë, kosë dhe vaj ulliri. Në një enë, ju duhet që të hidhni një të verdhë veze, 2 lugë kosë dhe 1 lugë vaj ulliri.
Përzieni të gjithë këta përbërës derisa të përfitoni një masë homogjene. Këtë masë më pas aplikojeni në lëkurën tuaj të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni të veprojë për plot 30 minuta dhe më tej, shpëlajeni fytyrën me ujë të vakët. Përdoreni atë 2 herë në javë dhe një maskë e tillë do të shikoni që do të ketë rezultate mrekulliebërëse. Rrudhat, siç të gjithë në mund ta dim, janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohe dhe ato shfaqen zakonisht tek zona e gojës, syve dhe e qafës. Sipas ekspertëve, rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime tërësisht natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej tyre. Le të nisim me vaj në arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit, ju mund ta mbani vaj në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral, njëkohësisht zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulet e vitaminës E ju mundet t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton gjithashtu lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Më pas, aplikojeni këtë përzierje në lëkurë dhe në qafë dhe mbajini për plot 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajeni me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim natyral. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe më pas vendoseni atë në lëkurë. Prisni derisa të thahet dhe më pas shpëlajeni atë me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe njëkohësisht zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados ju mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral. Ndërkohë, aloe vera. Përzieni një lugë gjelle aloe vera me të bardhën e një veze. Maskën mbajini aty për plot gjysmë ore dhe shpëlajini në fund me ujë të vakët. Gjeli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzieni sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit që zbeh rrudhat. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.